jam dakord, do ketë pjesëmarrje, do ketë protestat mrekullueshme etj. Po nëse hasim përballë thash kësaj që diskutuam në fillim, veshit shurdhër të qeverisë, se frika e radikalizimit thash nga po flas për njerëz që i njohin protestat prej 90-s dhe në ato grupime njerëzish nuk është se mund t'i kontrollosh gjithë, se nuk është puna se ka një kokë që dakord, ju bëni sugjerimet tuaja, po ajo është një protest pa kokë e cila nga momenti në moment, domethënë dhuna mund bëhet kokë e asaj proteste. Tashmë kemi parë vende shumë herë më demokratike se sa Shqipëria. Dhe më lejo të sjell këtu Francën, Britaninë e Madhe, Italinë, Gjermaninë, Austrinë, nuk po shkoj pastaj këtej nga Hungaria, nga Polonia, nga Greqia, që i kanë vënë flakën qyteteve, kur qeverisja ka qenë e papërgjegjshme, një qeverisje e papërgjegjshme nuk prodhon asgjë tjetër, prodhon destabilitet dhe përrjedhoi pastaj, shpresoj që të mos shkojmë në këtë opsion, në mënyrë absolute, cilën nuk e mbështes as pak, por që të gjitha opsionet janë të hapura. Në rast se Rama do t'i konfrontoj, do t'i provokoj, si në rastin me flamur, me vendosjen e flamurëve të Izraelit, që populli shqiptar, rinia shqiptare, tregoi një pjekuri me të drejtë, nuk bëri asnjë shkelje ndaj flamurave apo që të justifikonte domethënë dhunën nga ana e kryeministit Rama, që të justifikonte talibanizimin e kësaj proteste nga ana e Ramës, ndërkohë që unë kam 13 vjet që them, kanë ardhur talibanët në pushtet. Që në shtator të 13-s kur kanë ardhur, unë kam thënë, erdhën talibanët, se erdhën shkatruan çdo gjë që gjetën nga qeveria pasardhëse. Dhe kujtuan se këto ishin, tani fillon numërimi 0, thoshte Rama. Viti 0. Ndërkohë, kolonel, një koment në lidhje me lajmin që dha sot zoti Berisha për sa i përket heqjes non gratës. Kemi të bëjmë se Departamenti i Shtetit në fakt nuk është shprehur ende, por gjithsesi si e vlerësoni këtë moment? E vlerësoj shumë pozitivisht për të vetëm arsye sepse ishte një vendim i cili ishte i pa justifikuar nga njëra anë, sepse vazhdimisht edhe zoti Berisha, edhe një pjesë e madhe e qytetarëve opozitar shqiptar, ju e dini që unë jam një i djathtë, por që në mbështetje të plot të protestave, pa diskutim, por që nuk ka pas shpjegime të duhura dhe duke i qartë që kjo non grata ishte bërë në mënyrë, ishte mundësuar pra në mënyrë korruptive. Ju dini edhe deklaratat e ish sekretarit shtetit, i cili është pyet në Kongres dhe në Senat, dhe nuk ka dhënë asnjë shpjegim përkatës. Nga njëra anë, pra shumë shoh pozitivisht. Nga ana tjetër, është e papranueshme korrupsioni galopant i këtyre 14 vjetëve dhe nuk kemi shumë pak non grata apo persona shpallur non grata. Ndërkohë që këto do duheshin 3 qereku i këtyre do duhej të ishin në burg. Imagjinoje, për 3 mandate e gjysmë që po shkojnë, 60 kryetar bashkie të rilindjes ose kanë shkuar në burg, ose janë me precedent kriminal, ose kanë dalë kur është bërë procesi vettingut të dënuar si trafikant droge në Europë. Pra, ky është trendi i rilindjes. Ndërkohë që opozita është goditur në forcë me gjitha format e paligjshme. Së dyti, është një lajm i keq për patronazhistët, të cilët nuk do na sulmojnë se është qesharake në çdo postim që bëjmë kundër kryeqeverisjes, bëjt falë non gratës. Se qa lidhje kam unë me non gratët e kokës apo të logjikës tyre patronazhistëve, pra, unë nuk gjej asnjë zgjidhje. Pra, i ka bërë keq të gjithë të patronazhistët dhe kjo dukej sot qartazi në parlamentin e Shqipërisë, kur nuk shikoj asgjë tjetër vetëm fytyra të zymta të rilindjes, të hajdutëve të sekret të rilindjes, si pasojë e këtyre protestave nga njëra anë, por dhe si pasojë e kësaj
e këtij vendimi të durtë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Çfarë mendon se do të prodhoj për Partinë Demokratike kjo, kolonel? A do të përkthehet kjo në një bashkim të madh të opozitës dhe më pas në një, le të themi, mbështetje të gjerë të Partisë Demokratike nga ana e faktorit ndërkombëtar që për të thënë të vërtetën ka munguar? Nuk diskutohet që për Partinë Demokratike dhe për drejtuesin, kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Berisha, ky është një mundësi e re për të intensifikuar aksionin politik. Nga një anë për të filluar të angazhohet më tej në mënyrë të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra mundson udhëtimin e tij dhe intensifikimin e agjendave me linjën politike të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili në mënyrë të veçantë sekretari Rubio në dhjetor të 2025 deklaroi do të godasim të gjithë drejtuesit politik në të gjithë botën, ata të cilët janë të lidhur me trafiqet e drogës, me Sinaloan, por jo vetëm, dhe tashmë askund më shumë se sa në rastin e leadershipit dhe udhëheqjes shqiptare, pra politikës shqiptare që është sot në pushtet, kjo e plotëson këto kushte dhe nëpërmjet udhëtimeve të zotit Berisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj se do të rritet më tej mbështetja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së pari, së dyti, pa diskutim që siç thash edhe gjua e trupit e deputetëve sot të Partisë Socialiste shfaqte një trembje të jashtëzakonshme dhe një zhgënjim, sepse heqja non gratës pa diskutim që rivitalizon Partinë Demokratike dhe Partia Demokratike do të duhet hapi dyert të ndryshojë një pjesë të madhe të leadershipit saj dhe të nxjerrë mësime nga gabimet dhe nga dështimet e kaluara, pavarësisht se Shqipëri nuk ka zgjedhje të lira të ndeshme, po pavarësisht i faktit, rezultati i prodhuar sfundmi është i pajustifikueshëm, tregon qartë qarjen brenda Partisë Demokratike, krijimin e disa fraksioneve dhe është detyrë e leadershipit Partisë Demokratike, e cila është në procedurat të ristrukturimit për t'i fut brenda këto. Por jemi në një proces të ri politik. Jemi në një proces të ri politik që këto protesta nuk janë protesta edhe kundër të majtës, edhe kundër të djathës. Dhe për një lloj do krijojë një forcë të re politike. Ato në fakt, kjo ishte pyetja e fundit që kisha, se edhe kjo tashi që protestat kulmojnë në këtë formë, ndërkohë nga Washingtoni vjen ky lajm për liderin e Partisë Demokratike. Tani kjo është hipotetike, a mund të lidhen bashkë të dyja ngjarjet? Unë e di që kjo është shumë e vështirë për të thënë se duhet informacion, por si mund ta analizosh këtë, se edhe kjo është një nga ngjarjet që ka dominuar politikën shqiptare prej 5 vitesh afërsisht. Pra, heqja e non gratës nuk është një lajm apo një ngjarje e vogël, pavarësisht se duket e vogël. Bëhet fjalë për opozitën dhe për, le të themi, njohjen e opozitës nga Washingtoni si një partner i padiskutueshëm. Pra, a mendoni se kjo ka lidhje me protestën? Sigurisht, kjo është në atë se si e lexoni ju. Protesta është produkt i keqçeverisjes, i grabitjes shqiptarëve, i vjedhjes shqiptarëve, domethënë i injorimit të një populli dele që me gjithë tuajt ndërkombëtarët, atë kujtohet kur deklaronte në momentin i thoshte Melonit kur Italia kërkon Shqipëria përgjigjet. Këti sikur ja ka lënë të gjithë Shqipërinë babai Kristaqi pron këtij kryeministrit, që ky injoron çdo njeri. Ky që deklaron me gjitha liderat e botës atë popull dele, a e ma mend deklaratat edhe të Kushnerit edhe të Ivankës, ishull privat. Ky që keq informon, ky që i ka shkaktuar një dëm kaq të madh presidentit amerikan, po merret gjithë mediat e botës duke sulmuar padrejtësisht presidentin amerikan, që s'ka si lidhje me këtë punë. Dhe sigurisht, Shqipëria ka nevojë për investime, po Shqipëria ka nevojë për transparencë. A i sjellin këto investime?
përfshi këtu edhe investimet që do bëhen në veri, apo miratimi gjithë këtyre ligjeve, këtyre viteve të fundit, për glabrimin e pronave të shqiptarëve nëpërmjet blerjes me paratë të drogës të ish trafikantëve të drogës. Kush janë këtu investitorët? Një pjesë e këtyre janë ish trafikantë droge. Një pjesë e këtyre janë kontrabandistë, që nga personi i cili ka bler tokat, që i ka privatizuar, por jo vetëm. Dhe në këtë këndvështrim, edhe protestat që janë të mirëpritura, edhe heqja e non gradës, nuk bëjnë asgjë tjetër, por intensifikojnë luftën kundër qeverisë, rrisin, frymëzojnë popullin opozitar nga njëra anë, por edhe popullin në tërësi, popullin që është kundra dy forcave politike, por një politikë të re, politike cila tashmë edhe në Partinë Demokratike, por edhe në drejtuesit e ri të Partisë Socialiste në të ardhmen, do t'i bëjnë të mendojnë dy herë përpara vendimeve strategjike, qofshin këto politike, ekonomike, apo të marrëdhënieve bilaterale, trilaterale dhe vendimeve tjera në raport me organizatat, me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kolonel, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Kënaqësi. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua për herë të dytë në fakt Roland Bejko. Roland, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën Reds. Roland, sot për koincidencë ka lajme për dorëheqjen e non gratës së zotit Berisha, pavarësisht se unë kujtoj që ke qenë një nga njerëzit i cili gjatë gjithë kohës ke qenë shumë i fokusuar tek kjo non gratë dhe ke parajmëruar edhe pezullimin e tij nga ana e zotit Basha. Çfarë si e lexon këtë moment? Ende nuk është një lajm i konfirmuar zyrtarisht në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit se rregulli është i tillë që kur shpallet non grata apo çdo lloj vendimi tjetër që merret, ai vendoset afishohet në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe në faqen e ambasadës amerikane për kase këtu në Shqipëri. Kështu që në moment kur do ta shkojmë realisht, do të thënë zyrtarisht këtë deklarim, atëherë do ta besojmë që është i tillë. Por fakti që del zoti Berisha dhe thot me një garanci të madhe, ndryshe nga herët e tjera ku kanë folë të tjerët për të, kurse non grata është hequr disa herë, është sipas njerëzve entourazhit Berishës, është hequr sa herë që ka pasur fushata elektorale ose sa herë që doktori ka qenë vështirësi brenda PD-s. Ndërkohë sot doli vetë Berisha dhe tha që ai nuk pranoi që ka qenë non grata. Kjo do të thotë se ai e quajti këtë si atë vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit si një pengesë për të marrë vizën për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përpasoj na thotë që i është dhënë drejta që të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra e drejta e vizës. Kjo do të thotë që vim tek ai momenti 2 ndoshta që momenti i parë është non grata ku ti nuk e drejt as të udhëtosh, as të jesh të konsiderohesh prej tyre si një partner i nesër në politikë. Momenti tjetër është që kur ty të jepet një vizë pune, siç u është dhënë dhe figurave të tjera non grata në vende të ndryshme, do të thënë për një arsye diplomatike, për një vizitë diplomatike ose mjekësore. Nëse futet në kategorinë e dytë pra këtu, atëherë non grata zyrtarisht qëndron, por jepet e drejta që të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara Berishës. Ajo që më bëri përshtypje mua tek deklarata e Berishës ishte fakti që tha u ktheva. Kështu shpreh në parlament. U ktheva do të thotë që ti deri tani nuk e qenë. Pra, dhe vetë ai ka qenë i vetëdijshëm që nuk ka qenë. Por nuk ka qenë, kur themi nuk ka qenë, e kemi fjalën nuk ka qenë si faktor politik. Pra, nuk ka qenë i bindur që ishte pretendent për fronin e kryeministrit apo të presidentit të vendit. Në moment kur ai thotë u ktheva, do të thotë që tani un jam pretendent për pozicionin politik, sepse këtë deklarata ai e bëri në parlament siç e bëri edhe tek mediat. U tha un u ktheva. Tani në kthimi i Berishës në kontekstin politik sot, nëse e marrim të mishinat i thot Berisha, është lajm i mirë për Ramën. Sepse me Berishën Rama qëndron sa doj qefi, qëndron në pushtet, sepse Berisha ka dhe një non grata tjetër që këtë ka të vështirë të heqë. Është non grata që i ka dhënë shqiptarët me vota që në 2013
edhe pastaj në gjitha zgjedhjet njëra pas tjetrës. Unë mendoj që nëse i shequr non grata Berishës, është lajm i mirë për Berishën dhe për mbështetësit e tij brenda PD-s. Po nuk jam i bindur se sa do të arrijë Berisha që të mbledhë dhe atë pjesë të demokratëve, pra të mbledhë rreth vetes, si bashkoj, atë pjesë të demokratëve të cilët e ka refuzuar Berishën gjatë këtyre viteve. Pse? Unë bëj pjesë të kjo kategori të paktën, sepse në disa ditë pasi ishte shpallur Berisha non grata, kam qenë në një televizion publik në atë kohë në një debat, dhe pyetja e gazetares ka qenë e tillë që në rast se hiqet Berishës non grata, a do ktheheni ju tek pranë Berishës, se realisht në PD ishim, por a do ktheheni me Berishën? I kam thënë që jo, i kam thënë sepse me Berishën nuk më ka ndarë thjesht non grata, më ka ndarë dhe berishizmi. Pra, non grata hiqet, berishizmi ngelet, sepse në rast se pastaj do ishte shoqëruar kjo që Berishës do të ishte hequr non grata, sepse i kanë rënë akuzat për të cilat e kishte shpallur Departamenti Amerikan i Shtetit i qeverisë tjetër, pra i Blinkenit, i Bidenit, atëherë duhet të kishin ndryshuar këto rrethana ose ato akuza. Pra, ai u shpall për korrupsion, u shpall për pengim të demokracisë, u shpall për pengim të drejtësisë. Deri tani nuk e kemi parë që të rrëzohen këto akuza nga zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Por në aspektin tjetër pastaj duke parë Berishën në kuptimin e politikës lokale, ajo që do të themi është kjo që pse u hoq non grata, ndryshoi Berisha sjelljen ndaj drejtësisë, hoqi dorë Berisha nga berishizmi, hoqi dorë Berisha nga bashkëpunimi me paramilitarët dhe me ata persona të cilët janë të dënuar për krime apo të tjera, për krime për trafikje e kështu me radhë. Këtë të dhënë ne nuk e kemi, do të thënë që Berisha e ka bërë. Të përkundrazi kemi edhe tjetrën që Berisha ka kapur Partinë Demokratike, sapo zhvilloi një proces fash të zgjedhjes së vetes në krye të konfirmimit vetes në krye të PD-s, duke përjashtuar të gjithë rivalët që kishte brenda PD-s. Pra, Berisha është penguesi i demokracisë. Kështu që shqiptarët ja bëjnë këtë analizë. Dhe përpasoj Berisha do vazhdoj të ngelet non grata i papëlqyer nga një pjesë e mirë e demokratëve, por i papëlqyer dhe nga shumica e qytetarëve shqiptar. Ndërkohë, Roland, si e shikon, si i ke lexuar protestat që kanë shpërthyer në Shqipëri, dje ka qenë le të themi kulmi i këtyre protestave në kuptimin e pjesëmarrjes, si i lexoni mesazhet dhe më pas si e lexoni të ardhmen e kësaj proteste? Protestat që janë zhvilluar këto ditë për 11 ditë me radhë në Shqipëri kanë qenë gjithmonë në rritje. Pra çdo ditë edhe më shumë njerëz, siç e tha dhe vetë, dje ka pasur edhe më shumë se sa ditët e tjera. Protesta do të fillonte të shuhej nëse për ditë më shumë do të kishte më pak njerëz në aspektin formal, në kuptimin saksior. Kurse në kuptimin cilësor, protesta përsëri edhe këtu meriton notën 10. Jo për faktin e nivelit lartë të diskutimeve, sepse me thënë të vërtetën unë dhe kur kam qenë aty në protestë në shumicën e ditëve, nuk kam arritur të dëgjoj dot çfarë thuhet. Më shumë kam dëgjuar në televizion se sa të dëgjoj aty në shesh, për faktin se telefonia nuk është e mjaftueshme, por edhe le të themi që